Tirana është eliminuar nga Kupa e Shqipërisë, megjithse fitoi 4-2 ndaj Besës në ndeshjen e kthimit. Humbja 2-0 në Kavaj rezultoi fatale për kampionët e vendit, megjithatë, sfida e zhvilluar në Selmas Tërmasi ka qenë një spektakël i vërtet, sidomos në pjesën e dytë të saj. Bardhë dhe blut kanë qenë shumë pranë kualifikimit deri në minutat e fundit, por edhe pse në diferencë të 4 golave, Besa nuk është dorëzuar duke arritur të shënojë 2 herë. Pjesa e parë e kësaj ndeshje u byll në barazim pa gola dhe me një shtyllë të goditur nga Tirana. Në minutën e parë të pjesës dytë, Julian Ahmataj arriti të realizonte golin e avantazhit pas një krosi të Muzakës nga e majta. 2 minuta më pas ishte Sebino Plaku që shënoi golin e dytë pas një krosi të Abilaliait. Ndeshja u duk se u mbyll në minutën e 50 kur Plaku mori një penalti pas një pengimi të Fagut. Nga pika e bardhë, Andi Lila nuk fali dhe e çoi ndeshjen në 3-0. Besa më pas tentoi gjithçka, por në minutën e 68 pusoi dhe golin e 4 me autor sërish Julian Ahmatajn, i gjendur i lirë në zonë. Ndeshja u rihap sërish në minutën e 74 kur Abraham pengoi Daniel Gjafën dhe arbitri Jemini akordoi një penalti për Besën. Nga pika e 11 metrëshit ishte Bledar Mancaku ai që shënoi golin e shpresës për kavajasit. Kur duheshin edhe 10 minuta nga përfundimi, ishte Daniel Gjafa që shënoi golin e kualifikimit për Besën pas një gabimi të portierit në Albani që nuk e zotroi siç duhet topin. Në ndeshjen tjetër të luajtur sot, Shkumbini fitoi 2-1 ndaj Dinamos në një fushë tepër të rënduar dhe ku skuadrat e kishin të vështirë të ndërtonin aksione të rrjedhshme. Dinamo kaloi e para në avantazh me anë të Kulit, por Peqinasi u përgjigjen me 2 penallti të shndruara në gol nga Bakiu. Kupa e Shqipërisë do të vijojë të dielën me ndeshjen Gramozit e Uta, ndërsa javën e ardhshme do të luhet sfida e kthimit mes Vllaznisë dhe Skënderbeu.